Përshëndetje. Në Jo ton ditën punoni me kolicë. Pa. Qysh është një ditë e juvja? Mirë që shtërë qamë pa. Sa po fiton? Ka një herë, dy herë. Një herë, dy herë. Që këtë orë pa të vëtë. Diqa po full ma shumë se s'përdu. Ma shumë s'ka, që për para u ko. Qëta që Ramazan s'ka pu. Ramazan s'ka punë. E ti apo manë Ramazan? A mund pja del? A ki familje? Kam vesh qatë nënë. Veç kanë? Nënën edhe vëdhina ta i në tome, qamë. Nanën e ki. So vjeqarë është nana? 81. 81. E manë ti me qëtë kolicë? Edhe me pensionin e pleqnisë? 120 që i marë qamë. Trujt zoti, e une po du më të dhonë diqka. Po du më të dhonë diqka viq pak, so kena mundësi, se njerëzit në rrjetet sociale, mu më gjujnë pare. Më dhojnë, e unë i mledhi që të sene, edhe më stishe kamera, edhe une du m'ja vdhonë njerëzve që shtëni që të zemrësh. Trujt zoti, a mu m'pja del? Qysh është një jetë, se me jetu në Kosovë, me gjithë të shpenzime, me gjithë të gjana, është pak e ranë. Pak e ranë, gjithë ka qenë pa punë. Që ke jetë a umetë. Jeta është jetë, jeta është fardush jetë, jeta është qyshmës. Qështë është, andojnë më qamë e bu. Sa vjeqarje? Unë e 52. 52 vjetë, me kolicë. Edhe cigare të atë qamë e bu. Sa për ka fshatën e gojës? Ka shështë e gojë qamë e bu. Jetoni me qira apo në shpjejnë? Unë e kam shpjën të anë. Shpjën të anë, shqyqër zote që e ki? Unë e me qiros jam. Baba që ata ka bëllin e kalin. I martum nuk je? Ja. Edhe me që ta pja dhe lidare? Pa të vatë. Unë e di që qëta që t'i dhash janë shumë pak. E di që janë shumë pak. Besëm zot, me pas mundësi krit dhe njerëzë jo kësha dhonë edhe milionat. O besëm sa ka mundësione qa që muj me bo për njerëzit tjetë. Sepse vërtet, kjo është shumë e dhemshme. Trujt zoti, qëfar mesazh ju kësha dhonë gjithë njerëzve? Adhe një man. Faleminderit shumë. Zoti trujt. Zoti trujt. E ju të dashur meq, dhuroni pak, se me pak mujna me bo shumë. Këto pare që po më sheni që jam t'i dhonë në për jetë sociale, që jeni të më pa t'i dhonë këto pare, këto pare për mbledhi prej TikTokut, edhe po du m'ja vdhonë njerëzve që kanë vërtet nevoj. Unë e di që janë pak, po me pak mujna me bo shumë, sepse pika mushët pusi kanë thonë, e na sot dhurojna pak që nesër ta gëzojna një person. Kështu që e bukra ka një emër, a emër rina na Kosova Info që ju informon për gjithë gjanë. Vërtet ta prekin shpirtin këto njerëz që edhe pse me kolicë 2-3 herë në ditë, prap janë me motiv të mirë dhe me gjana të mira dhe thojnë na prap jena mirë, e dina se çka është me jetu me karocë. Kështu që ju rujt zoti njerëz, faleminderit ju të dashur e që po më nderoni në rrjetet sociale, edhe po më ndihmoni që unë paret e juve t'jap shpërndaj njerëzve tjerë. Rrini me neve sepse do informojmë për çdo gjë.